Grupi artistik Fluturimi i Shqipes, trashëgimia kulturore shqiptare në Ontario të Kanadas. Grupi artistik Fluturimi i Shqipes në Toronto, në drejtimin e koreografes Danajda Dhrimaj, përbën një krenari dhe arritje komunitare kulturore në mërgatën shqiptare të Kanadas, në përpjekje për të ruajtur kulturën dhe trashëgimin identitar shqiptare në diasporë. Trashëgimia kombëtare merr vlerë jo vetëm kur ruhet, por sidomos kur transmetohet te brezat e rinj. Përpjekjet e emigracionit shqiptar për gjuhë shqipe, traditë, kulturë kombëtare janë shejta dhe meriton deri me vlerësim për shtetin dhe komunitetin. Argëtimi i organizuar nga koreografja Danajda Dhrimaj shprehet për gazetën Dielli se Fluturimi i Shqipes është themeluar në 2010 në dëshira patriotike për të pasur një grup folklorik në Toronto që merrte pjesë në festat e komunitetit, ngjarje artistike kulturore tradicionale. Pjesëmarrja e fëmijëve në grupin artistik tregon se artistja Danajda Dhrimaj ka qenë nga moshat e vogla deri tek studentë universitar të cilët kanë mësuar vallet e bukura shqiptare të karinave të ndryshme. Momentalisht janë zënës nga grup moshat 6 deri 22 vjeç dhe mësimi zhvillohet një herë në javë në Oakville të Ontarios. Ky grup artistik ka qenë një mundësi, krenari e frymëzim për shumë të rinj shqiptar në mërgatën e Kanadas që kanë dëshirë, pasion dhe dashuri për traditën shqiptare, muzikën e bukur kombëtare. Koreografja Dhrimaj shprehet se si grup keni marrë pjesë në festat e komunitetit shqiptar në Toronto, Oakville, Hamilton dhe në aktivitetet të fëmijëve në komunitete të ndryshme.